Një ngjarje e rëndë me pasojë humbjen e jetës së një fëmie ka ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin Mengël në aksin rrugor Elbasan Librasht. Pas të dhënave paraprake, një 7 vjeçar është përblasur nga një automjet teksa po kalonte rrugën për të shkuar në shkollë. Ngjarja ka ndodhur shumë pranë institucionit arsimor të fshatit, i cili ndodhet ngjitur me segmentin kryesor të qarkullimit. Drejtuesi i mjetit që u përfshi në aksident është producenti Petri Bozo. Mësoi se i mituri ka qenë së bashku me nënën e tij në momentin e aksidentit, por në këtë moment dyshohet se i ka shpëtuar nga dora dhe është goditur nga një mjet, po lëvizte në aksin nacional. Për shkak të përplasjes së fortë, fëmia ka humbur jetën në vend, ndërsa në zonë kanë mbërritur menjëherë forcat e policisë dhe grupi hetimor. Ngjarja ka tronditur banorët e zonës dhe prindërit, të cilën shprehen të shqetësuar pasi automjetet lëvizin me shpejtësi të lartë dhe çdo ditë rrezikojnë jetën e fëmijëve. Ka hedhur me shpejtësi shumë të lartë. Gjithë burrë nga lokali ngrit makinë nxorë fëmijë nga makina poshtë. Dhe baf një direkt nga goja e nga koka i kishte bë. Thirrën ambulancën, nuk erdhi ambulanca, e morën me makinë të rastit e çuan në spital. Ka ardhur ambulanca pas çerakore. Mbasi iku fëmia nga veri ngjarjes. Shumë e rrezikshme, shkap u arriz labnotu nuk llogarit sa aksidenti ka bërë. Nuk llogaritet. Kurse ai shoferi thoshte un jam në rrugë nacionale thoshte. Kam drejtën time, ka thënë. Kaq. Ai thoshte kam qenë me 10 km/h. Sa kaq, drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariat për të dhënë sqarime mbi rrethanat e aksidentit, ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Rruga nacionale Elbasan Librasht kalon përmes zonës së banuar dhe sipas banorëve, aksidentet janë të shpeshta.